Ne duam që të vazhdojmë të bëjmë shumë për Shkodrën. Shkodra është lënë mbrapa dhe prandaj po bëj një fjalë jo si në vendet e tjera, sepse këtu ka një specifik. Shkodra është vendi më i lehtë mbrapa nga të gjithë tjerët në rulin e Shqipërisë. Dhe këtu jemi në një betejë të përditshme me një pranëmbetje të madhe. Por populli i Shkodrës e shikon ndryshimin. Dhe ne kemi ndryshuar malsinë e madhe. Ne kemi ndryshuar Pukën, kemi ndërhyrë në Fusharës, kemi ndërhyrë në Vraun e Desku dhe aty ka nevojë akoma, por ama duke vendosur Shkodrën në qendër të gravitetit, të gjitha këto të tjera do të fitojnë shumë më tepër, sepse tani kemi në dorë të bëjmë zhvillim të integruar, duke vazhduar ta mbështesim fuqishëm Shkodrën, që me projektet madhore të qeverisë, deri te Hekurudha, Durrës, Prishtinë, që do të cek pikërisht Shkodrën si një domosdoshmëri në të gjitha kuptimet, pra një projekt shumë i madh, që është në proces. Dhe deri tek projektet e vogla në dukje, por shumë domethënëse, u erdhëm për këtu, pash që për herë të parë pash liçenin nga rruga. Futeshe në Shkodër, sikur futeshe në një xhep falso.